Shiko, çfarë amshor. Është i mrekullueshëm. O, çmrekulli. Dhe të ftuarin Miron Çako, i cili është bërë pjesë e debateve më të ndjeshme të momentit, duhet thënë Mateo, për rastin e Noelia Castillos, 25 vjeçare spanjolle që vdiq me eutanazi ligjore pas një histori të rëndë dhimbje fizike dhe psikologjike. Në një status në Facebook ai e konsideron eutanazin jo zgjidhje por mëkat, ose jo zgjedhje por mëkat, dëshpërim dhe humbje të lidhjes me Zotin. Por mjafton doktrina fetare përballë një historie kaq të rëndë njerëzore. Kjo është thelbi i debatit ton. Miron, mirëmëngjes, mirë se erdhët në Ekspres. Faleminderit për pranimin e ftesës. Duhet ta nisim direkt, po Mateo nise. Po. Atëherë në mësimin e kishës thuhet se marrja e jetës nga vetë njeriu mund të shikohet si një sfidë ndaj vullnetit të krijuesit. Nga ana tjetër kemi raste njerëzore shumë të rënda, si rastin fjalë, si ai Noelia Castillos, ku vuajtja duket e pamatë. Si e shpjegon kisha ortodokse këtë tension? Pse një krijues i dashur dhe i gjithfuqishëm lejon që disa njerëz të kalojnë sprova kaq të dhimbshme, dhe si duhet ta kuptoj këtë një besimtar? Pyetja jote është me interes dhe është shumë e gjerë, po të përpiqemi të jemi konciz. E para, Zoti është dashuri, jo ka dashuri, po është dashuri. Kur themi Zoti është dashuri, shpeshherë kjo është një fjalë që është kontradiktore me atë çfarë ne shikojmë në realitet. Pra shikojmë njerëz që vuajnë, flasim për njerëz pa fajshëm, edhe tek foshnjët dhe tek fëmijët. Por duhet dim që kjo bota kontradiktore dhe që quhet lugjes dhe e vdekjes ose e lotëve nuk është krijuar kështu nga Perëndia. Kjo erdhi për shkak të mëkatit njerëzor, dhe këtu flasim për mëkatin fillestar të çiftit para Adami dhe Eva dhe mëkateve që ne i sjellim në këtë botë, dhe kjo është një botë e kontaminuar me mëkat. Kështu që edhe zakonisht faret e mëkatet e prindërve ose pasojat e mëkatit të gjyshor, plus mëkatet personale që bëjmë neve, dhe kështu Zoti tashmë nuk është kaktar i vuajtjes, por është një menaxher i kësaj vuajtje që vjen me të drejtë ose të pa drejtë, dhe në ekonominë e tij, në providencën e hyjnore, ai ndryn. Po ku ndryn? Ndryn te njerëzit që e kërkojnë atë, sepse Zoti na ka krijuar 100% të lirë. Që do të thotë, ai nuk të jep një gjë që ti nuk e kërkon. Në rastin konkret që flasim për këtë vajzën fatkeqe, që dhe statusi im nuk ka qenë thjesht për të stigmatizuar atë, por për fenomenin, dhe më tepër për atë fenomen që ne themi vdiq, u largua dhe shkojnë parajs. Jo, janë disa kushte që njeriu të shkojnë në parajs ose në vendin në bashkim me Zotin. Vetvrasja është një dëshpërim që do të thotë që i thua Zotit që ti nuk ke mundësi të më ndryshosh ose ta menaxhosh të gjendjen time psikologjike, fizike, shoqërore, dhe është disfatist, është fatalist, pra Zotin e çon mënjan. Kështu që jo se Zoti e përjashton këtë njerëz nga dashuria, por ai përjashton veten e vet. Ky është rasti që neve si kish themi jo, vetvrasja nuk lejohet, sepse Zoti ka mundësi që edhe brenda tragjedisë më të madhe njerëzore, dhe ka histori që ka njerëz me gjymtyme të jashtëzakonshme të lindura dhe të fituara dhe prapë mbjetojnë, kurse shembulli për të dhënë një vetvrasje, për të ikur shpejt, edhe aq më tepër me një aureol se ti do shpëtosh, nuk është korrekt. E qartë. Mund të bëj vetëm një koment vogël tek fakti që ju thatë që të vuajturit në një mënyrë që konsiderohet e paperceptueshme. Pra kur është një foshnjë, kur është një fëmijë, dhe thua çfarë mëkati mund të ketë bërë ajo, është rezultat i mëkateve që kanë ndodhur ndër gjenerata. A nuk duket menaxhimi i dobët i Zotit në këtë rast të ndëshkojë dikë që është tërësisht i pafajshëm, kur vetë ai është i plot fuqishëm që e ka sjellë në jetë si pasojë e vullnetit të tij, një menaxher i dobët në sensin që nëse unë jam fajtor, ti dënon një kolegen time që s'ka asnjë lidhje me këtë histori. Shiko, Zoti nuk dënon. Zoti menaxhon atë çfarë ne prishëm. Pra, kur ne prishëm jetën, dhe flasim në fillimin e historisë njerëzore dhe prishim gjatë gjithë historisë tonë personale, atëherë Zoti ndryn aq sa ne e lejojmë. Por, shikoni, njeriu kalon në 3 stade jetën në kuptimin fetar. Në stadin embrional,
në stadin hapësirë dhe kohë që jemi ne dhe në stadin e përjetshëm. Zoti shikon për te kohës dhe hapësirë dhe ka disa plane për përjetësinë. Pra, qofse neve për shembull që jemi në këtë kohë dhe në hapësirë do interesoheshim vetëm për stadin embrional, nuk do kishte kuptim kjo. Por ne e ka përcem stadin embrional sepse kemi shpresë për të jetuar në këtë kohë. Dhe Zoti ka përcem kohën dhe hapësirën dhe ka plane për përjetësinë. Kjo është arsyeja që ai lejon që edhe fëmijët, jo vetëm të lindin me probleme që nuk është faji i Zotit, është, si them, gabimet njerëzore, por ai lejon sepse ka planin e përjetshëm që këto shpirtra ose këta qenie njerëzore ti si them ti shpërblej në përjetësi. Kjo është arsyeja për shkakun që lejo edhe një pedofil, siç kemi në rastet e fundit, që ta abuzojnë dhe me fëmijë, se themi ku është Zoti, por shpirtat e këtyre fëmijëve ose jetët e këtyre fëmijëve Zoti i menaxhon në përjetësi. Pra, në këtë kohë Zoti ne na ka lënë lirinë. Liria është nga privilegjet më të mëdha që kemi ne si rasë njerëzore, kjo na ndallon nga kafshët, nuk kemi instinkt, ne nuk kemi robot, jemi qenie të lira që vendosim, madje të sfidojmë dhe Zotin, se ka njerëz që thotë Zoti s'ekziston. Zoti nuk i vret ata, as ne s'kemi të drejtë i vrasim, i lejon të jetojnë, por një ditë ata do përballen me realitetin hyjnor, siç besojmë neve, dhe do kenë koston e tyre, përgjegjësinë e tyre. Prandaj, po ti shikojmë në këtë këndvështrim që shikon Zoti për te kohës dhe hapësirës, gjërat marrin kuptim. E qartë. Pra ka një plan më të madh se sa kjo jetë. Ai vërtet të le të vuash këto 3 vjet, po mund të jetë përjetësia, pastaj ka një plan. Çështja është si ta fitosh përjetësinë. Mënyra për të vetë vrarë veten ti, për të hyrë shpejt në përjetësi, nuk e fiton se ti përjashton Zotin nga plani jot. Pra, të drejtën për të dhënë jetë dhe për të marrë jetë e ka Zoti. Me që u përmend, domethënë rëndësia e pendesës së rikthimit shpirtëror. Në këtë aspekt, si e shpjegon kisha dallimin mes një personi që ka vrarë një person tjetër dhe mund të kërkoj pendesë, dhe një personi që merr jetën e vet? Si duhet kuptuar kjo, domethënë nga një perspektivë shpirtërore dhe filozofike? Po. Sepse çështja e kohës. Koha është një privilegj shumë i madh që ne kemi ne si qenie njerëzore. Koha është ndryshim. Çdo ditë është një mundësi e re, një faqe e re në jetën tënde, që është e bardhë dhe ti e shkruan dhe në fund ka një përfundim. Pra është një cikël, një rikthim i jetës, një mundësi e re. Kështu që ka njerëz që e shpërdoren kohën gabim. Pra bëjnë gabime, bëjnë mëkate, bëjnë krime. Por ama Zoti në dashurinë e tij, që do, si them, të gjithë, siç e dërgon diellin për të mirë dhe për të keq, sepse e do gjithë krijesën, edhe atë që rebelohet, ai jep mundësi në kohë të ndryshojë. Por vetvrasja është ti ndalon kohën, ndalon procesin e rikthimit tënd, kupton? Pra ndërhyn ti në egon tënde, në dëshpërimin tënd që ka përsëri, si them, e ka fuqinë nga egoizmi, nga uni, dhe vendos ti në jetën tënde. Ky është problemi, çfarë bën vetvrasja. A nuk folëm për lirinë si një nocion shumë i vlefshëm dhe lirinë e ke, po ke përgjegjësi si ta përdorësh. Pastaj edhe më tejmë orë. Ideja është që midis lirisë për veten tënde, të ndalosh jetën tënde dhe midis lirisë për të ndaluar jetën e dikujt tjetër, fakti që domethënë ky person ka kohë pasi ka ndaluar jetën e dikujt tjetër mund të shpërblehet. Po, për këtë çështje ju pyeta. Ja pra, sepse ka pendesën. Pendohet orë zotëri ta shpjegoj zotëri. Ka pendesa është rikthim. Ke të drejtë orë. Shiko, ti pra ideja është këtu. Edhe prandaj shumë njerëz mund ta kenë problem çik këtë. Që ai thotë orë, shiko, ai ka përdhunuar, ka vrarë, ka përdhunuar, ka vrarë, ka bërë krime kështu. Por është penduar. Ky tjetri që ka jetuar mirë, s'ka bërë asgjë kështu më, por nuk ka pas ka përcyer. Kupton, ai do shkojnë në ferr. Ky tjetri do pendohet ama, kupton, dhe pendesa është shumë e rëndësishme. Kur është e vërtetë apo jo? Po, e drejtë. Shiko, çfarë është mëkati? Sepse shumë njerëz nuk e dinë mëkatin. Mëkati është të mos qellosh në shenjë ose të devijosh nga rruga. Çfarë është pendimi? Kthim nga rruga. Pra 180 gradë i kthehesh. Pra ka njerëz që bëjnë shumë gjëra të rënda dhe kthehen. E di kush ka hyrë i parë në parajs në siç besojmë ne të Krishtit, një hajdut, një kriminal, i cili u kryqëzua bashkë me Krishtin. Dhe tha, kujto më Zot mbretërinë tënde. Sot ti do jesh me mua në parajs. Ka shumë njerëz tjerë shumë të mirë, por që në depresim, në gjendjet e tyre depresive, që kjo justifikohet kur është depresive, por kur është e vetëdijshme, atëherë ata i mbyllin vetes mundësinë për rikthim.
Okej. Mrekulli, të përmendim pak Prestige Home Center, destinacioni më ekskluziv i arrendimit në rajon me mbi 100 marka prestigjioze ndërkombëtare me standardin më të lartë të stilit, elegancës dhe komoditetit për shtëpinë apo biznesin tuaj. Prestige Home Center ju pret në autostradën Tiranë-Durrës kilometri 12, Electromagic sjell në Shqipëri markat që bota i beson prej vitesh, Miele, Teka, KitchenAid dhe Hagen, elegancë, performancë pa kompromis, sepse jeta e bukur jeta e bukur fillon pikërisht nga zgjedhjet që bëjmë brenda shtëpisë. Electromagic sigurisht përjetoi eksperiencën dhe e fundit, si Mac Albania ke akses në makineri industriale të avancuara për përpunimin e drurit, metalit, plastikës dhe materialeve moderne, teknologji italiane nga lider europian, instalim, asistencë dhe mbështetje e plot. Mos puno me limite, investo në performancë si Mac Albania, teknologjia që rrit prodhimin. Do na falësh, sigurisht duhet i përmendim miq tan, pa cilët nuk mund të ishim. Mateo, më thuaj çfarë pyetje ke? Atëherë një pyetje tjetër kisha në lidhje me këtë temë, ka një përjashtim për personat që konsiderohen të demonizuar. Pra një person që konsiderohet i demonizuar ka përjashtim në rast se ai kryen vetvrasje. Si bëhet në kjo? Si interpretohet vetvrasja e tyre? Pra, jo vetëm kaq, po si e përcaktonin nëse ka qenë demonizuar, si bëhet diagnoza? Shiko, kisha ka një klauzul, pra toleron vetvrasjen në rast se kur personi ka probleme psiqike, nuk komandon veten e vet, pra ka pësuar një shok psiqik, pra nuk është vetvetja, nuk komandon mendimet dhe veprimet e veta, ose ka raste një demonizimi. Ka një ndryshim ndërmjet një njeri me probleme psiqike, një njeri demonizuar. Një njeri me probleme psiqike nuk artikulon veten e vet, ose nuk shpreh dot, ose nuk menaxhon dot veten e vet, pra ka probleme me neuronet, me atë. Kurse një njeri i demonizuar ka një ndërhyrje të një shpirti demoniak që kontrollon mendjen e tij dhe e çon drejt depresionit, drejt dëshpërimit, drejt vetvrasjes. Ka njerëz që sot, që edhe ata që po na shikojnë dhe na dëgjojnë, tani kanë mendime vetvrase. Jo se kanë probleme psiqike, po se kanë probleme demoniake. Shpeshherë dëshpërimi që na ka ndodhur në jetë, personalisht, kur të çon drejt një, si them, një cepi dhe thotë ti s'ke më shpresë dhe vrit veten, është më mirë, këtu është një frym demoniake që të gjen momentin, situatën tënde të vështirë në cep dhe të, si them, të shtyn në atë orientimin fatal. Pra i dallon kisha, po në të dyja raste kur ai është i poseduar dhe nuk ka fuqi ta shty këtë mendim dërhyrës, ose kur ka probleme psiqike, ky nuk është vetvetja 100%. Kisha nuk toleron njerëzit që janë vetvetja 100%. Rasti konkret, fat keq. Ajo ishte vetvetja, e kishte menduar, e kishte përballur, ishte gjitha, dhe në fund fare kishte bërë një skenar se si do vdiste. Është me ndërgjegje. Kupton? Dhe gabimi është se ajo mendonte se që Perëndia ta ndjejë, ne gjithmonë lutemi, por nuk bëjmë shërbes zyrtare për atë. Por problemi është se ajo mendonte se do shkonte në një vend paqësor, kur në vendin ku paqësor kur i Zoti, ai tha Zoti ti nuk ekziston, sepse un jam Zoti i jetës time. Ajo mirë që vuajti në këtë jetë, domethënë, por nuk i japi derë dhe jetës për të asaj. Ky është problemi. A ka ekzorcizëm në Shqipëri? Patjetër. Bëhet, Patjetër. Kisha ortodokse ka në shërbesën e saj lutje për ekzorcizëm dhe ne kemi shumë probleme me këtë, sepse njerëzit për shkak të ateizmit, për shkak padijes, për shkak të mëkateve, ose për shkak të si them veprimeve okulte, magjike, gjëra, sot ka shumë demonizim. Dhe shumë njerëz dhe nuk e dinë këtë. Si mund të preket një person si fillim nga demonët, edhe si ndodh ky procesi i ekzorcizmit? Pra kur ti ke mendime ndërhyrëse që si them nuk i komandon dot. Pra ato të kontrollojnë ty. Të gjithë kemi ne mendime ndërhyrëse në ditë. I ngjajnë asaj rrugës që kalojnë makina. Ke parasysh dhe ti e let kaloj. Por ka disa që stacionohen dhe bëjnë bllokim qarkullimi. E njëjta gjë ndodh në sistemin tonë nervor. Kur ke një mendim që është një mendim jo pozitiv, por është negativ, për shembull, ti nuk vlen, ose jeta jote nuk ka kuptim, ose dhe bëj një krim, ose domethënë të kontrollon ty, atëherë ky është një mendim ndërhyrës demoniak që ka poseduar për shkak të arsyeve ndryshme. Ti nuk beson, nuk kërkon ndihmë hyjnore, ose ke bërë një mëkat, i futur në territorin diabolik, ose e marr me shërbes okulte, etj, ose buan pasojat e mëkatit, ose ke një sulm magjik. Pra është ta shkaktojnë dhe të tjerët. Po patjetër. Atë duhet mos ta përballosh dot vetë, duhet kërkosh ndihmën e Zotit nëpërmjet institucionit. Dhe kisha ka lutje
egzorcizëm që largon fryma demoniake në emër të Isu Krishtit, se ai nuk largohet se mund të urdhëroi të unë. demonizoj dikush? Mund të të demonizoj dikush tjetër? Patjetër. Po. Nëpërmjet lidhjeve magjike patjetër. Domethënë në Shqipëri ka pas raste për shembull ndërmjet eksperiencës tuaj që me lidhje magjike për shembull. Dhe mediat e kanë treguar se në Shqipëri bëhen shumë magji në përvarje, në përgjithta çajnë ato magji të zeza, thirrën demonët dhe adresohen te X person. Çfarë thon, mund ta bësh atje? Po patjetër që bësh. Është e vërtet që thonë që ka një diferencë, domethënë nuk i zë magjia këto. E ke dëgjuar Rud që nuk i zë këto që nuk besojnë. Këto që nuk besojnë nuk kanë problem, nuk i zë syrja. Mund ta zë një ateist magjia. Si ta shpjegojmë të gjithë i zë magjia, madje ata i zë më shpejt. Çështja është se djalli ose ai që themi ne armiku i njeriu, që është i padukshëm, ai ka një rrjet shumë të madhe. Në rrjetën e tij ka dhe ata që nuk besojnë. Këta që nuk besojnë, ai nuk i shqetëson. Sepse janë si peshku në rrjet që ata e kanë të humbur jetën e tyre, sepse ashtu si Zoti, ashtu si Zoti mendon për përjetësinë e djallit, mendon për përjetësinë por në ferr. Pra kuptoni, çështja është që ata që nuk i japin shumë probleme djallit, ai nuk e shqetëson sepse i ka të zënë rob. Kurse njerëzit që japin probleme, sidomos besimtarët, ai lufton më shumë. Prandaj ti je besimtar, je në një luftë frontale me të keqen. Është e vështirë. Po ferri si është realisht, domethënë i keq vërtet është vuajtje, është torturë? Pyetja jote prapë është shumë e mirë, është shumë filozofike dhe teologjike. Sepse disa njerëz thonë si një Zot i dashur ka kriju ferrin. Po pra. Del është kontradiktore. Jo, Zoti nuk ka kriju ferrin. Zoti ka kriju parajsën edhe në qiell dhe në tokë, por ne e prishëm këtë në tokë, por ferri është mungesa ose ti qëndrosh kundra dashurisë Perëndis. Si ta shpjegoj më thjesht? Një person ty të do, po ti nuk e do atë, nuk e duron dot. Ai të afrohet për qafon. Ti e shtyn atë. Këtu krijohet rezistenca. Për atë është gëzim prezenca jote, për ty është hidhërim. Kjo pra është një mërzitje për ty. Si dhe më bë ferr ky person. Po pra. Ky është dhe ferri. Pra, kur Zoti të afrohet në dashuri dhe ti e shtyn sepse nuk e do atë dhe ligjet e tija, atëherë kjo krijon atë rezistencën e kundërshtisë që krijon ferrin. Sa më fort jetë rezistenca, aq më fort është vuajtja. Pra, ferri quhet kamzhiku i dashurisë Perëndis. Zoti do edhe në ferr. Por qenit që janë aty në ferr, duke qenë se u larguan nga kjo botë në gjendje mëkatare kundër Zotit, mbeten përjetësisht pa ndryshuar. Vetëm brenda kohës ne kemi mundësi të ndryshojmë. Mbas kohës, mbas vdekjes, hyn në atë që quhet përjetësi e pandryshueshme. E qartë. Dhe mbeten në atë gjendje. E qartë, e fundit prej meje, atë nuk e di nëse ti ke diçka për të shtuar, fundit prej meje është kjo, nëse nuk je një besimtar i krishterë, po themi, a mund të aksesosh parajsën? Ta shpjegoj edhe këtë si e shpjegojmë ne. U takuan dy persona, njëri që ishte i krishterë, tjetri që ishte jo i krishterë. Dhe i tha ai, po mirë, tha ju të krishterët thoni që parajsa është vetëm për juve, kurse për ne jo, pavarësisht se mund të bëjmë vepra shumë mira. Atëherë i përgjigj ky krishteri me këto fjalë. Ke shërbëtor kam, tha. Të bindet, më bindet. Po djalë ke kam, të bindet, po më bindet, nuk më bindet. Tani pasurinë tha kujt do t'ja lësh, tha. Djalit apo shërbëtorit? Po djalit, tha. Kështu është dhe për ne të krishterë. Jo se jemi më të mirë se ju, po në Krishtin ne bëhemi bi të adaptuar Perëndis. Dhe Perëndia na pranon si bi dhe na jep mbretërinë. Kjo është kuptimi. Jo se ne të krishterët jemi të mirë, po në Isu Krishtin që është biri i Zotit, i bërë bir njeriu, ne fitojmë atë që quhet adoptimi i Zotit. Bëhemi fëmijë të Zotit. Dhe kështu mbretëria na takon neve ose na jep në Zoti. Kjo është në kuptimin teologjik, unë e thash shumë thjesht. Okej, mrekulli. Okej. Së fundmi ka bërë buj lajmi që për herë të parë është përzgjedhur një grua në krye të kishës anglikane. Si e komentoni ju këtë? Kjo është jashtë shkrimit shenjtë dhe jashtë traditës kishtare. Është një kapërcim ose i feminizmit. Pse një grua nuk mund të zgjedhë? Sepse, shiko, burri dhe grua në krishtëri janë të barabartë si qenie, po jo në funksione. Ashtu si burri nuk mund të kryojë amësinë ose ti bëj amësinë pavarësisht se sot kërkojnë ta bëjnë këtë, po kjo është perverse, kështu edhe gruaja nuk mund të kryojë funksionin klerikal. Pse? Sepse në shkrimin e shenjtë nuk kemi një rast që një grua të jetë priftëresh. Krishti kishte apostujt dhe gjithë detyrat priftërore i ala apostujve. E tërshenjta Vigjesha Marish, nëna e Zotit, është grua më e bekuar gjithë botën dhe mbi gjithë gratë dhe nuk ishte priftëresh dhe nuk ka raste në krishtërim shekullore, 2000 vjeçare, një grua të jetë priftëresh. Këto janë kapërcime që janë të gabuara. Pra është një gjë që, si them, një natyrë që nuk e ka këtë funksion.
Okej. Mrekulli, besoj se je i mbuluar Mateo. Ore, mund të vazhdojmë. Sigurisht ne mund të vazhdoni me kënaqësi. dy ditë flisnim sepse na kënaqësi. pëlqejnë shumë këto tema, megjithatë ne jemi të kufizuar në kohë. Duam t'u falenderojmë shumë që na vizituat Edhe sot mua. edhe për mendimet tuaja. Ju duhet falenderojmë gjithë ju që na ndiqni çdo ditë nga hera në të premte ora 7 deri në 9. Ne takojmë sërish nesër ora 7 mëngjesit, sigurisht në X Radio 107.7, në X Media na gjeni lehtësisht në të gjitha rrjetet sociale xmedia.al, na gjeni në web online dhe sigurisht kudo që mund të imagjinoni, edhe në shpirtrat dhe zemrat tuaja, nëse doni jemi me ju. Patjetër. Ne do të shkëputemi, do shkojmë me Billie Jean nga Michael Jackson, një super këngë Ju urojmë një dhe ditë dhe mbarë. javë të mbarë. Dhe javë të mbarë.